Gjetjet e prezantuara kanë sinjalizuar mjaft parregullsi ndër mediat në respektimin e ligjit të punës. Kanë dominuar mungesa e kontratave të ligjshme dhe të specifikuara, si dhe i vetë kontratave të punës në 43 raste, mos respektimi i orareve të punës në 649 raste, mungesa e planeve emergjente në 782 raste, si dhe mos pagesa e kontributeve e kështu me radhë. Janë shqiptuar edhe 3 gjoba, por inspektorati ka ruajtur diskrecionin, duke mos përmendur mediat ndaj të cilave janë shqiptuar gjobat. Nuk jap detaje për shkak se kjo nuk është krim, as nuk është një diçka që duhet që të potencohet, dhe ne jemi në shekullin 21 dhe nuk dëshiroj që të shkojmë me këto çështje, dhe çështja tjetër nuk dëshiroj që për shkak të gjobës që i shqipton inspektorati i punës ne të vëmë në pozita të tjera të pabarabarta ose që të fillohet pastaj të merret me to, kështu që nuk jap më shumë informata, besoj që më shumë për ju që kam pasur kontakte edhe për të tjerët, edhe të kompani tjera kur kemi shqiptu gjoba, nuk kemi dhënë detaje. Një nga çështjet e veçuara ishte edhe mos respektimi i ligjit kur kemi të bëjmë me punën e praktikantëve, ku nuk është respektuar kohëzgjatja e punës si praktikant. Te praktikantët pronarët, udhëheqësit e media duhet ta kenë parasysh që duhet ta hiqun praktikën e tyre të angazhimit të praktikantëve me vitet e tona. Dihet me ligjin e punës si ç'është, puna praktikantit mund të zgjatë vetëm për punë intelektuale deri 1 vjet, ndërsa për punëtorët e tjerë deri në 6 muaj. Nuk ka mundësi më shumë me pas punëtor praktikant. Nga ana tjetër, ndër kontratat, në 997 raste është konstatuar një mospërputhje me ligjin, si dhe një numër i kontratave të paspecifikuara, por sa është thënë se në ndërkohë pjesa dërmuese atyre janë harmonizuar me ligjin. Nga inspektorati u tha se nuk do të ketë asnjë shtyrje afati dhe mirëkuptim për mos eliminimin e parregullsive. Nuk do të ketë tolerancë, nuk do të ketë afatshtesë të mediat që nëse ka shkelje të drejtë punëtorit që t'i thuhet e përmirësoj. Jo, këtë nuk ka përmirësim, sepse ju kemi ofruar të gjitha këshillat, ju kemi ofruar të gjitha ndihmën tonë profesionale, ju kemi dhënë kohë të mjaftueshme, 1 muaj, pastaj edhe pas inspektimit të parë, prapë ju kemi dhënë kohë që të eliminojnë ato të meta, dhe ne mendojmë që e kemi mërri, po them kushtimisht, tolerancën në inspektoratit të punës së për mediave dhe në të ardhmen nuk do të ketë, në momentin që konstatohet parregullsi nga ana e media, do të shqiptohet edhe gjoba. Një nga specifikat e konstatuara nga këto kontrollime ishte edhe ajo e dominimit të gjinisë femërore tek të punësuarit në mediat e kontrolluara. U tha se nga 1896 të punësuar, 1177 janë të gjinisë femërore. Vlerësimi i përgjithshëm i inspektoratit ishte se mediat kanë treguar gatishmëri të plotë për bashkëpunim me këtë shërbim dhe se në ndërkohë shumica dërmuese e mangësive janë eliminuar. Sepse është në interes të punëtorëve medial.